Shkatrimi I plantacionit të drogës u bë një lajm I madh për tërë publikun e vendit, ndërsa lajmi që vetëm një person ishte arrestuar kishte krijuar një klim ku njerëzit besonin që të dyshuarit kryesor kishin shpëtuar pa therrë në këmbë. Por hetimet speciale të antidrogës dhe ato të prokurorisë së PE-s kanë gjeneruar të dhëna të tjera. Një plantacion masiv I marihuanës nuk mund të ndërtohej pa mbështetjen e strukture kriminale për financimin e plantacionit e me pas edhe kujdesin për shitjen e drogës. Hetimi special I prokurorisë ka identifikuar se grupi përbëhej nga të paktën 11 persona, ndërsa harta në vijim na tregon edhe zonat nga ku këta persona operonin. Sipas dosjes, 8 persona nga Shqipëria operonin në qytetin e Gjirokastrës, Tepelenës dhe zonën e Tropojës, ndërsa nga Kosova ata operonin në qytetin e Pejës e Gjakovës. Grupi funksiononte nga të gjitha zonat, ndërsa për 15 muaj operacionet e koordinuara në mes të prokurorisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë kanë dërguar në pranë nga shumicën e anëtarëve të grupit. Ata hetohen për prodhim droge, shpërlarje parash dhe vepra të tjera penale. Në hartën e përgatitur nga prokuroria e vendosur edhe të dyshuarit nga qyteti I Pejës dhe qyteti I Gjakovës. Sipas informacioneve paraprake, të dyshuarit jetonin në shtëpi të ndara në lokacione si banesa dhe shtëpi, ndërsa ata janë vlerësuar si persona të rrezikshëm. Për t'i ndjekur kriminalët të rrezikshëm, njësitë me elitet e policisë janë ftuar në një operacion të rrezikshmërisë së lartë. Planifikimi I operacionit nis në orën 5 të mëngjesit, ku në ambientet operative të prokurorisë dhe policisë do ndahen detyrat. Mirëmëngjes prokuror, është ora 5 e mëngjesit, tash ky është takimi jon I parë për ditën e sotme, a mundesh me na tregu për çka po bëhet fjalë dhe për ato të cilat veç lejohen me tregu në këtë rast. Mirëmëngjesi, është vërtet që është ora 5 e mëngjesit, sot do t'i kryejmë disa kontrolle në rastin e njohur si Vera 2024, I cili ka të bëjë me kultivimin e narkotikëve që ka ndodhur vitin e kaluar. Mirë po pas ndërmarrjes së shumë veprimeve hetimore që janë bërë tashmë pothuajse më tepër se një vit, ne kemi arritur që të identifikojmë edhe disa të pandehur nga Republika e Kosovës dhe sot do t'i kryejmë disa kontrolle në Pejë dhe në Gjakovë. Po flasim për një rast të cilin ka edhe të arrestuar që janë shtetas të Republikës së Shqipërisë. A kanë bëri me u siguru ata janë tash në paraburgim? Shumicën e të pandehurve qoftë nga Republika e Shqipërisë, mirë po edhe sot që do të kryen, janë arrestuar këta nga Republika e Shqipërisë, ndërsa këta nga Republika e Kosovës shpresoj se do t'i arrestojmë sot. A ka qenë lehtë bashkëpunimi me Shqipërinë, ose ka qenë e zgjërshme me I siguru ata persona, ose a ka marrë kohë puna e shkresave dhe bashkëpunimi të marrë parasysh që po flasim për dy shtete të ndryshme? Ju e dini që Republika e Kosovës tashmë e ka një marrëveshje me Republikën e Shqipërisë dhe unë shfrytëzoj rastin që tani ta falenderoj Republikën e Shqipërisë për bashkëpunimin që ka treguar dhe kërkesave tona janë përgjigjer në kohë të arsyeshme dhe shumë të shpejtë. Prandaj fal këtij bashkëpunimi ne kemi arritur që të identifikojmë rreth 10 të pandehur nga Republika e Shqipërisë, ku thuajse që të gjithë janë arrestuar dhe ekstraduar. Këta personat që sot pritet me u bastisë ose me u arrestu në rast se hasen, a mundesh me na tregu cili ka qenë roli I tyre në këtë rast, për shkak se po flasim për bashkëpunim të njerëzve prej Shqipërisë dhe Kosovës? Për momentin, para se më kryj kontrolli, nuk mund të flasim për shkak të konfidencialitetit të hetimit, mirë po pasi të ekzekutohet rrugë kontrolli, atëherë do t'ju sigurojmë se do t'ju japim informata për atë sa lejohet. Tash po vazhdojnë në stacion policor apo ku po mbajt brifing? Prej këtu duhet të shkojmë në stacionin policor në Pejë, ku do të bëhet një brifing I shkurtër lidhur me prezantimin e planit I cili do të ekzekutohet sot, ku kemi njësi nga njësia FET, hetues nga drejtoria për hetimin për narkotik në Pejë, po ashtu kemi siguruar edhe disa hetues financiar të cilët do të merren me sigurimin e dokumentacionit, të cilët do të mund të ndërlidheshin me pasurinë të pandehurve në fjalë. Hetues të antidrogës dhe prorë të njësive speciale janë mbledhur brenda zyrave të planifikimeve në Policinë e Kosovës. Në një takim të paraplanifikuar, ata do marrin detyrat nga prorët e hetimeve dhe prokuroria e shtetit për bastisjet të cilat do zhvillohen. Informacionet për rrezikshmërinë të dyshuarve ndahen me prorët e specialëve. Ata janë të thirrur për të dizajnuar bashkë me ekipet e tyre planet e ndërhyrjes së rrezikshmërisë së lartë. Në pak minuta, specialët do studiojnë lokacionet dhe do njoftohen për strukturën e shtëpive për të vendosur pastaj për teknikat dhe pajisjet që do I përdorin.
Gjas Përgjeth, unë jam i caktuar si OHS i këtij operacioni. Ju falenderojmë për krajën dhe pjesëmarrjen, gjithashtu edhe prokurorin falenderojmë për pjesëmarrjen në këtë plan operativ. Ky plan operativ i cili do të zbatohet sot është i përdum vera 2024. Ne sot do të zbatojmë një urdhër gjykatës ku do të mbastisen disa lokacione në regionin e Pesë dhe regionin e Gjakovës. Si rezultatit e i hetimit gjatë, do më thonë, është një grup mirë i strukturuar. Disa prej tyre janë të arrestuar, 6 në fakt janë të arrestuar dhe janë të ballafaqur me procedura, ndërsa sot do të bëjmë mbastisje dhe arrestimin e disa persona shtetat Kosovë. Para se mi ndo detyra dhe rrugë, fjalën e shef prokurorit të shtetit. Falë bashkëpunimit mirë që e kem pas me hetuesit e drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në Pej, si dhe me Republikën e Shqipërisë dhe me njësi tjera, ne kemi arritur që të identifikojmë thujse të gjithë të pandehurit dhe tash numri tyre ka shku, ose sot besoj që do të shkojë 10 ose 11 të arrestuar në këtë rast. Prandaj kjo qartë të tregon dhe do të jetë mesazh i fuqishëm që ata që kryejnë vepra penale kanë me pas vendin burr dhe ne nuk të ndalim për asnjë moment. Vlerësimet e rrezikshmërisë kanë kërkuar angazhimin e njësive militare të njësive speciale. Grupi i rrezikshëm i drogës dyshohet të jetë i armatosur edhe me armë të tipit Kalashnikov, dhe në situatat e tilla asgjë nuk i lihet rastësisë. Ekipet marrin urdhrat që dyert e banesave të shkallmohen për të krijuar epërsi dhe siguri për ndërhyrjen e policisë. Armët e gjata dhe pajisjet e tjera do jenë gati në secilin rast.